Do thonë kash pse bash lëndrime. Pse bash lëndrime? Prajmet i këshyri me familje. E këtu gjana tjera nuk mundesh me këshyri me familje. Jo, nuk Se këshyr heqa? Unë jam kretë kundër të në Kundër ka kë. Pas ka dhe që se këshyre. Aha. You pretend. Just If you speak Albanian, I can ask you. Po thonë që është dita më e ftoftë e këtij dimre. E na po dojna me nxjerr qytetarët me një pyetje. Po ku mundem me nxjerr me çfarë pyetje ndryshe se sa me fol për Big Brother, çështja më aktuale këtu në vend, edhe që po shpresoj që kemi me marr përgjigje duhura për të preferuarin e tyre, edhe pse bashkëndrimin. Big Brother? Jo, nuk se këshyr heqa? Unë jam kretë kundër të në Kundër ka kë. Cili është personazhi preferuar? Deri tash. Deri tash. Favoriti kryesor është ky si e patermin ky flokë të bardha. Lëndrimi. Po do thonë kash pse bash lëndrime. Pse bash lëndrime? Ka qendrim, nuk ka ofendime, nuk ka një farë, si me thonë, por shumë i kujdesëm, shumë i edukum. Për këta tjertë nuk ja vlen me bisedu bile. E shikon gjatë kohës kështu Big Brother? Jo, gjatë kohër prajmet i shkoj kështu rregullisht. Me familjen vet? Me familje prajmet, se kështu tjerat nuk mundesh me këshyri. Prajmet po. Prajmet i këshyri me familje, e këtu gjana tjera nuk mundesh me këshyri me familje. Po. Kur i këshyri prajmet, a keni kështu familje që e pëlqen dikon tjetër? A keni kështu ndaj debat? Ka debata, ka dikush i pëlqen, dikush e ka mendimin e vet, sjelljen. Po jo çka e këshilloni? Për pëlqimin e keni të lëndrime, çka i thoni tjerëve familjar që e pëlqen dikon tjetër, i thu çore ky ka çto të mira? Jo, po ky ka të mira, të marr krahasimin e voj me qendrimin, me afërsinë e tina, me kujdesen ndaj banorëve të tjerë. Shumë është i kujdesshëm, jo që me ofendu ose me qit poshtë, ai shkon edhe i ndihmon, edhe i këshillon, edhe i bën. Ajo vërtyr edhe njerëzore se këta të tjerë këshyrin është shumë e mirë, shumë e sjellshme. Eliona, po i ka do veti, po thotë shumë e pjekne, jo, hala nuk është e pjekne. Se po bjen ngrasa këtyne, më thojë me thonë, njerëzve të ligë, e thëni po bjen, që nuk duhet me ra ngrasa. Atër në këtë krahasimin Benitën edhe Elionën, e kështë zgjedhë Elionën? Benitën? Po. Benita ka qenë ajo që ka pas mas shumë të debate Eliona me të. Po za e zënë konsiderim bile hiç. As nuk krahasohet apo? Nuk krahasohet, kjo është edhe kulturume edhe mirë, po pak që po vjen influencë. Në nivel të tyre. Nivel të tyre. Nëse vi që këshyr një formatin kështë aktual Big Brother, personazhin e preferuar. Nuk e këshyr, kërkoj falje se këshyr fare. Pse? Fare. Si pëlqen heq? Hiç s'm pëlqen. Ajo është një, si më thonë, një lodër se s'ka për mendimin tim, nuk e meriton me këshyr edhe me shqyr. Duket e kotë për ty? E kotë, shumë. Unë vje kohë. Shumë e kotë. Okej, faleminderit për përgjigjen. Pas ka dhe që se këshyri. E di që e këshyri, nëse të shumica jemi të e këshyri. Cili është personazhi më i preferuar deri që tash? Unë në të kallëzoni se jam mbytra më shumë me këshyri se unë u kordë. Pak a shumë nashta e dim cili po të pëlqen më shumë. Ka pak. Mirë. If you speak Albanian, I can ask you. I don't speak Albanian though. Sorry. But you're doing Vox Pops for Big Brother Kosova. A Big Brother. Ah, okay. Do you watch? Big Brother. I don't. Kosova. Not Kosovo, no. Big Brother Australia. Yeah. It's nice, Australia. Australia is very unique. It's a long way from Kosovo and Albania and the Balkans. It's a long way away, and it's very different to here.